Apnea e gjumit është një çrregullim i shpeshtë i frymëmarrjes që shfaqet gjatë natës e cila ndikon drejt për drejt në cilësinë e gjumit dhe në funksionimin normal të organizmit. Mjekja pneumologe Genta Smaja shpjegon se apnea paraqitet në disa forma. Është një çrregullim serioz ku frymëmarrja ndalon për disa sekonda gjatë natës, episode të cilat përsëriten disa herë gjatë gjumit. Karakterizohet nga bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes gjatë gjumit. Zakonisht na ndodh shpesh te pacientët të cilët janë mbi peshë, pacientët të cilët kanë probleme të konstruktit, për shembull qafa e shkurtër ose probleme anatomike të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Apnea shoqërohet me shenja të caktuara paralajmëruese dhe me ndikime në organizëm. Janë pacientë të cilët na referojnë për gërhitje të shprehura gjatë natës, pauza të shpeshta gjatë gjumit dhe duket sikur ndalon frymëmarrja, zgjime të shpeshta të menjëhershme me ndjesi mbytje dhe ndjesi vështirësie në frymëmarrje. Efektet në organizëm prekin disa organe, duke ditë se kjo sëmundje shoqërohet me ulje të oksigjenimeve në gjak. Mungesa e trajtimit në kohë mund të sjellë pasoja për shëndetin. Rreziqet e apnesë së patrajtuar lidhen me rritjen e riskut për sëmundje kardiovaskulare, rritjen e riskut për goditje në kokë dhe sëmundje të tjera neurologjike, patologji siç është diabeti ka shumë rëndësi, rënja në peshë, shmangja e alkoolit, korrigjimi i bajameve të zmalluara, korrigjimi i problemeve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Në forma të cilat janë më të rënda, mund të jetë nevojshme që pacienti të përdorë një pajisje e cila quhet auto-CPAP, që mban hapur rrugët ajrore gjatë të gjithë procesit të gjumit. Identifikimi në kohë i apnesë së gjumit dhe trajtimi i duhur mbeten thelbësor për ruajtjen e shëndetit dhe përmirësimin e cilësisë së gjumit.